kundërshtojnë me forcë prishjen e banesave të tyre të ndërtuara shumë dekada më parë në një nga zonat më të rëndësishme historike të qytetit të Durrësit. Vendimi i marrë në fund të muajit gusht nga qeveria Rame për shpronësimin e 74 familjeve që preken nga projekti TID, që do të zbatohet në atë që qeveria ka cilësuar parku arkeologjik i qytetit, ka shqetësuar shumë prej tyre, pasi deklarojnë se nuk kishin ndjeni se pronët e tyre do të përfshiheshin në projekt. Që ne ndjejmë veten të papërfaqësuar, do të nuk kemi asnjë lloj aksesin te dokumentacioni zyrtar që është bërë për këtë projekt. Normalisht duhet ishim lajmëruar nominalisht për situatën, do të thënë çapo notë me pronat tona dhe nuk kemi marrë asnjë lloj ftesë, asnjë lloj jemi. Se populli nuk digje fare, ne jemi të fundit që e pam veten ke gazetat, emrin ke gazetat, që ti jesh me shtëpi, me dokumenta të rregullta, edhe të thonë thjesht që do dalësh se është një projekt do bëhet lulishte. Kërkojmë që ky projekt ndalohet herë për herë, se nuk e di, ka shumë gabime projekti edhe nga juristët tanë që është parë si projekt, ka shumë gabime, sepse aty nuk citohet në asnjë vend fjala shëmbje, citohet fjala restaurim dhe rivitalizim. Dhe siç ka thënë kryeministri, do shkatërrohen ngrehinat ku janë. Ato banesa ku jemi ne nuk janë ngrehina. Janë banesa që ne po jetojmë aty. Secili nga ne duhet ishte njoftuar, duhet kishte marrë në dorë projektin e secilës godin, duhet të kishte dhënë propozimet e tij dhe këto duhet të shënohen me protokoll dhe të mbahen nëpër dokumentacione. Mosprishja e banesave dhe bizneseve të tyre, por dhe shpronësimi me vlerën e tregut janë kërkesat kryesore të familjeve autoktone të qytetit. Disa prej banorëve kanë deklaruar se do të marrin veprime ekstreme nëse fadromët do të vinë të rrëfshojnë godinat.